Të nderuar të pranishëm, I nderuar Kryeministri I Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti. Nderuara mbesa e vëzhgimtarit ton kombëtar Adem Demaçi, zonja Fitore Shahini. I nderuar diplomatik, I nderuari deputet dhe nismëtar I Partisë Politike Lëvizje Demokratike, zotëri Izet Mexhiti. I nderuar kryetari I Lëvizjes Besa dhe kryetari I Komunës së Tetovës, zotëri Bilal Kasami. I nderuar deputet dhe kryetari I Alternativës, zotëri Afrim Gashi. Mirë se na erdhët në Shkupin e vjetër. Sot po lëm edhe një gjurmë historike për të gjithë shqiptarët ngado që janë dhe konkretisht nga Shkupi ynë. Këtu pranë memorialit të UÇK-s, gjithësisht pranë Shqiponjes dhe në zemër të Çajirit, së bashku shqiptarët nga të gjitha trojët jemi mbledhur dhe po jetësojmë veprën e një njeriut gjigant. Me veprat e të cilit u kalitëm e jetuam dhe sot po mundohemi që të njëjtat t'i bëjmë pjesë e përhershme e memorjes son kolektive kombëtare. Adem Demaçi, luftëtari simbol për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, njëri ndër themeltarët kolosal të shtetësisë së Kosovës, emblema politike e UÇK-s, njeriu vetëm mohuesi I betejave paqësore dhe luftarake, por dhe I penës. Ai I cili deri në frymarrjen e fundit jetoi që shqiptarët kudo që janë të jenë të lirë, njeriu I cili nuk e kurtheu veten, duke bërë burgun me kohëzgjatje më të madhe që shqiptarët t'i shijojnë dritën e lirisë. Shqiptarët do të jetojnë të lirë dhe do të kenë jetë më të mirë vetëm nëse ecin gjurmëve të Adem Demaçit. Të nderuar të pranishëm, të gjithë ne kemi patur ideal Adem Demaçin, një figurë vërtet e rëndësishme, një personalitet që është vetë historia më e re e shqiptarëve. Kolos I cili prej sot bëhet pjesë e jetës sonë, e nderimit tonë, me që çdo herë kur do shkelim në këtë rrugë, jo vetëm ne qytetarët e Çajirit, por edhe të mbar hapësirave shqiptare, do të rikujtojmë rrugtimin e Demaçit drejt lirisë. Do të rikujtojmë se ky njeri 1/3 e jetës e kaloi I privuar nga liria, por shpirti I tij mbeti I lirë përjetësisht. Adem Demaçi edhe sot këtu ku jemi po I bashkon shqiptarët. Nga këtu po përçon porosinë se ai ishte dhe mbeti figurë unike e unifikuese. Përpjekjet e tij për shqiptarët në përgjithësi dhe për Kosovën e pavarur në veçanti kanë qenë të jashtëzakonshme. Qëndroi stoik plot 28 vite në burg larg familjes, por u bë shumë I afërt për shqiptarët. Me durim e me këmbëngulësi nuk hoqi dorë nga asnjë moment nga qëllimi I tij. Ai nuk I urente njerëzit e kombeve të ndryshme, por nuk I duronte tiranët. Dhe emri I bacës Adem, frymëzimi I brezave të sakrificës sot, për ore qëndron në Shkupin e vjetër, bashkë me Ibrahim Rugovën, Ismail Qemalin, Ukshin Hotin, Nexhib Dragën, Sul Hotlën, Jusuf Gërvallën, sikurse edhe më shumë emra të tjerë të historisë son të ndritshme që po I cojmë në formën e emrave të rrugëve e bulevardeve. Proces që e filloi kryetari I parë I Shkupit të vjetër Izet Mexhiti dhe e vazhduam së bashku. Të nderuar të pranishëm, Adem Demaçi ka lënë shumë vepra, që historia nuk na fal nëse I harojmë. Por pas vete ka lënë edhe figura emblematike që aq bukur e përcjellin amanetin e tij. Por në fund, I nderuar kryeministër dhe ju të gjithë të pranishëm, ndoshta pyesni se përse përzgjollëm këtë rrugë ta emërtojmë me emrin e Adem Demaçit dhe përse e zgjollëm këtë segment të rrugës për promovimin e kësaj rruge. Pikërisht këtu prapa meje, në këtë ndërtesë, Adem Demaçi 30 vite më parë qëndroi tek familja Toska, për ditë me radhë, menjëherë pas mbajtjes së grevës së urisë, që së bashku me një grup gazetarësh dhe intelektualësh të Kosovës e kishin mbajtur për të mbrojtur fjalen e lirë, pas veprimeve që ndërmerrte politika e Miloševićit për të heshtur lirinë e fjalës në Kosovë, duke I mbyllur të gjitha mediat në gjuhën shqipe. Gjatë qëndrimit të tij në Shkup,
Kjo ishte rruga e tij e preferuar në të cilën shëtiste mbrëmjeve së bashku me mikun e tij Ilmi Toska. Baca Adem, mirë se na erdhe në Shkup. Sot e tutje emri yt do të ndriçoj këtë rrugë me rreze lirie. E juve, kryeministër, që në fakt ishit edhe dora e djathtë e veprimtarit ton Adem Demaçit. Ju faleminderit që na nderuat me praninë tuaj sot. Populli thot që i nderuari di të nderoj më së miri. Pikërisht ju e bët një gjë të tillë. E nderuat Shkupin Dardan, e nderuat Çajirin, na nderuat gjithë shqiptarëve dhe nderin e respektin e keni pafund edhe nga të gjithë ne. Ju faleminderit shumë.